Ike prap. Ishe qesherak sot përveç tjereve. Çështja e integrimit është themelore për ne, edhe unë s'dua të humbë kohën duke bërë shaka me ty. Shakat e tua janë si ai filmi, thot shakat e kripura të Duçës. Çështja e integrimit është themelore, edhe vetëm një mazhorancë amatorësh, edhe pa përgjeshme, mund ta marrë kaq pak seriozisht. E vërteta është që integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është bllokuar për gjitha arsyet që u thanë sot, edhe për shumë arsye që shqiptarët dinë për ditë. Krimi, korrupsioni, varfëria, njerimi, emigracioni, cënimi pavarësisht gjykallave nga qeveria edhe nga politika, mungesa investimet huaja, edhe sigurisht kanabizimi i vendit. Çdo qeveri bën një bilanc. Unë përpoja të bëja i bilanc sot ty. Këtu në këtë parlament ka vënë bilanc gallata. Nuk e bilanc serioz. Dhe çdo qeveri bën një bilanc. Çfarë ka bërë? Si e ka gjetur vendin? Edhe si po e lë? Kemë shumë vende pune? Nuk kemë shumë vende pune. Kemë shumë borxh publik apo më pak? Kemë shumë. Paguonim 2.000 euro borxh publik para 7 vjetësh. 2.600 paguajmë sot. Janë më shtrenjtë ilaçet apo janë më lirë? Janë më shtrenjtë ilaçet sot. Ka më pak kanabis apo ka më shumë? Nga një parcel jemi kthyer në një kom që mbjell kanabis. A ke ti përgjegjësi për këto? Unë them që ke. E di për çfarë? Sepse je totalisht i paaft. Ti je totalisht i paaft. Je i paaft për qeverisur. Je i paaft për qeverisur. Aftësia jote, shoku Edi, është vetëm për të bërë miq si shoku Elvis, e shoku Vangjush, e shoku Mark, dhe gjithta që ti beson se kanë dorë feudet e vogla Shqipërisë, të cilat ti ushqen me fonde publike, edhe ata me ato fonde publike marrin vota. Duhet ta mbyll duke thënë një gjë që duke thënë diçka, shoku Edi. Ti në fakt ke shumë probleme. Po edhe të gjitha ato bashk, je dembel. Edhe akoma, nuk ke arritur dot të firmosësh aq shumë shkresa, sa që kam shkruar unë. Akoma si ka aq shkresa, sa që kam unë libra. Po për fat keq, mos të pre, për fat keq, shumica e shkresave që firmos janë dëme për Shqipërinë. Edhe ky është dembelismi më i kushtueshëm që ka kushtuar Shqipërisë në këto 25 vjet. Atëre këtu mbyllet interpelanca, kalojmë në shqyrtimin e projektligjit për disa ndryshime në ligjin 9662, datë 18/12/2006 për bankat në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Fjalën e ka deputeti Musa Ulqinit, përgatitet deputeti Agron Duka. Nuk do flasë për bankat, por për çështje parash do flasë. Jam shumë i emocionuar që sot jam këtu për të dhënë një lajm